radio televizionit Dugagjinit. Po takojmë në të dielën e fundit të sezonës së parë të spektaklit Elite Show. Kështu që qëndroni me neve sepse kemi përgatitur shumë materiale interesante për juve. Mysafirja jonë e parë është një vajzë shumë e vogël në moshë e cila do t'ju befasoj të gjithve. Do t'aftojmë në studion ton Orhideën. Orhidea, hajde! A do më përqohë? A ta prisha fustonin pa hirja? Jo. A pështova? Po. Hajde, a pullësh? Atë? Qëra. Orhidea, qështë po ndihesh? Shumë mirë. Fillimisht, a mundesh më na tregu sa vjeqare je? 5 vjeqare e gjysëm. Kur ki fillu mu marrë me këndim? Me 1 vjeq e gjysëm. Cila ka qenë kënga e parë që i ki këndu? Lëlet e mia. A kime na këndu edhe sot këngën, po pak ma vonë, s'po të nguci një herë. Ok. Në cilën shkollë të shkojnë? Në Arsimi Shqipërisë. Apo një është rahat, apo më do këtë jetu një pak në siklet? Se mrapa kamerave me në cipre që mja fillu? Rahat. Rahat? Apo të pëlqen studje? Po. A të pëlqen ngjyra e pembës edhe na e kena pak në ngjyrë pembe? Po. Kur s'ka mësu me këndu? Qëfar? Kur s'ka mësu me këndu? Kur s'ka mësu me këndu? Kush t'ka mësu me këndu? A t'ka ndihmu mami me ti mësu këngët? Më ka ndihmu mami. A e dënë ma shumë muzikën? A mamin? Muzikën. Mamë mëri, se ka me të mikë mami. Orhidea, cila është kënga jote e preferume? Është Shoqe Sot. Shoqe Sot? Po. Është kënga jote, apo? Po. E naj këngë tjetër? Bezi. Bezi? Po. Kënga e jote? Po, jam. E naj këngë e naj këngëtari tjetër atë pëlqen? Po. E kujna? E mamit. Kënga e mamit? Po. E naj këngëtare? Po. Kush? Këngëtare. Ne këngëtare e Kosovës. E Kosovës. Atë pëlqen Kida? Po. E tjetër? Tjetër më pëlqen mami. Mami. Do me thonë, muzikën e dënë ma shumë se mami, po pi këngëtareve e dënë mamin apet. Po. A e në klasë para, po? Jo, në klasë 2. Në klasë 2. A e ki mësu krejtë shkronjan? Po. Cila është landa jote e preferume? Qëfar? Cila është landa jote e preferume? Muzika. Muzika. E tjetër përveç muzikës, a të pëlqen matematika? A të pëlqen numrat? Po. E gjuha shqipe? Po. A ki naj shoqet mirë në klasë? Po. Kën e ki? Eren. E naj shok? Po. Kën? Donatin. Donatin? Po. A ki dhe simpatia? Po. A i dënaj që ki simpati? Po. E a i ty atë ka simpati? Po. A du më martu me Donatina? Po. A ko me të vërtit mami? Jo. Orhidea, a mundesh me atë kujtot kënga e parë që ki këndu kur ki qenë 1 vjeç e gjysë? Po. A kishe mujt me na këndu pak? Po. Hajde. Vetëm unë nuk e kam bajtër mend të gjithën. Ska lidhe, që sa e ki më bajnë mend? Mami, ami, lalat, buba, pika, pika, edhe tani. As po të vjen menda? Po një është pak siklet. A bojmë të qka? Qa? A i ndrojmë rolet? Po. A bëdojmë të mullë që to më pullë na që ato ti për të mu? Oke. Hajtë. Që edhe këto, po taja, për tama po të bëj prezentuse. Deri sot një është ma rahati.
Hajde. Orhidea, si ka nisur pasioni për muzikën? Pse të pëlqen muzika? Më pëlqen shumë muzika, sepse jam rritur me të, që nga mosha e vogël, mami më ka kënduar gjithmonë edhe kur isha në bark. Okay. Kush të ka mësuar të këndosh? E që ka dhe pak ma herët që mami. Mami, të gjitha janë befasuar kur ti në moshën 1 vjeç e gjysmë ke filluar të këndosh. Çfarë të ka thënë mami? Mami është shumë e lumtur me mua. A do me më pyeti mu kështu? Mos më pëtë që Orhidea, pëtë mu. Leja ato skenarin, se sendet spontane jënë matë në bukre. Pëtë mu që ka dush, ka po t'intereson me ditë për mu? Mu po më interesan a ke këndu ti. Edhe unë e kom këndu pak, kërë më konë, pak ma e vogël. Tjetër? Pak pyetje paske, lum estrada me të pas ty gazetare. Mos mingus. E cilë në ke shoqe më të ngushtë? E kam shoqen më të ngushtë, Kaltrinën. A kështë atë pajzën që të? Tjetër? Si e ke shokun më të mirë? E që tash, jam ende e vogël për me pas shok. E vogël e madhe? E vogël? Si e vogël? Jam e tërpshme. Sa vjeç je ti? Në muajin qershor do mbush 24 vjeç. Okej. A ka naj pyetje tjetër? Po. Hajde. Ti a je këngëtare? Jo, unë jam prezantuese. E pa ta mendu edhe njëherë me qenë edhe unë këngëtare, po e lash. Po ti mos e le këndimin. Nuk e lash ma. A do më bu këngëtare edhe kur t'rritësh? A do me vazhdu këndimin? Jo. Jua? Jo. E qka ki qef me bu? Unë kam qef të këndoj një këngë tjetër. Ti ki dëshirë me këndu edhe një këngë tjetëra? Po. Cilën këngë? Bizi. Anja, a do me na këndu? Po. Hajtë. O, bab me qëtësan, s'kam ko, unë gjithmonë njëtin ven, me pi kafe po kiko, për Facebook po kiko, e na fëmija kur rankohem tu s'kam qka me bo. Bizi nana, bizi papa, bizi krejt shpia, bizi vetëm bizi ankohet fëmija, bizi nana, bizi papa, bizi krejt shpia, bizi vetëm bizi ankohet fëmija, na merë mami të lërët me na qu. Për mos mu marrë me neve, viqko a me kalu, a që i shokrit nana me telefon andorë, fëmija lip dishka me pi, ajo për të shkëllu me fëmi. Bizi nana, bizi baba, bizi krejt shpia, bizi vetëm bizi ankohet fëmija, bizi nana, bizi papa, bizi krejt shpia, bizi vetëm bizi ankohet fëmija. Bravo, Orhidea. A i din që ki emrin si kur ki da? Po. A të pëlqen emri? Po. A kështë pas që me pas gjithë? Nashta 2 Orhidea, 2 jatë këngëtare. Qështë dhe me lunë tje emrin kur rritësh? Kur rrit na Orhidea. Orhidea ki qef me njohë publikuar? Po. Cila është kënga jote e fundit? Kënga ime e fundit është Cilën e ki bu me gjithë s'faq që tash? Me gjithë shpirt. Me gjithë shpirt. Na me gjithë shpirt e kemi edhe të regjia, kështu që këshim lutë regjin që me shfaq. A e pa të fështirë me gjiru klipin? Le ato pytjet, le, se ato jenë për... Shefi, se zbën mja lëgjë pytjet gazetarët. A e pa të fështirë me gjiru klipin?
Jo. Kush po t'i zgjedh teshat? Mami. E për flok, kush po kujdese? Me duket që prap mami. Prap mami. E në kongën që na knuve ma herët, bizi mami, bizi babi, bizi krejt shpia, apo gjenë ku për ty? Po. E kujna e ki dediku kongën? Ja këm kështu babit. Babit, se babi ma shumë bizi, a? Po. Babi për rrën ma shumë punës në shpe. Po. Qka i kishe thonë babit? I kisha thënë heke telefonin. Heke telefonin? Që kjo është edhe klipja, po? Po. Që në mrapa ku po shfaqësh? Ajo është e shoqësat. Pse s'pja merë babit krejti telefonin, me najtë babi veç me ty. Ja ko marë, A ja ke marrë? 3 dita, 4 dita, vejta. A u bu nërvaz? Jo. Jo, a? Ti kur rritësh, deri sa ti bën, sa vjeqare s'do me majtë telefon? Më duket që 7. Dhe në 7 vjeqare s'do me mbaj telefonin, apo? Po. O shtyje, orhidese, rahatje pa telefon. Me kënë do me komuniku me telefon? Me mamin. E donatja ka telefon? Po. A ka e telefona? Po ka. A do me full me të në telefon? Po. Qka do mi thonë? Du mi thanë të dua. Të dua. Që ku e ki kamerën aty se nashta donati të shërë, thuj donati të dua. Okej. Të dua. Orhideja, Çfarë? unë të falenderoj shumë që ki qenë së të na, edhe na pilojmë shikusit me ndjek klipin tënd, edhe kur të lanson edhe na kong tjetër, na të thirim prap edhe vjen na këndon. Okej? Okej. Falenderit shumë. Për qafit. Që sot je pikëlluar, të lutem mos u shqetëso. Merë buzë qeshjen ti me hua, dhe gjithë ditën me të e kalo. E shoh që ke mbetur këmbës bathur, të lutem mos u mërzit. Po t'i jap këpucët që kam bathur, po t'i fal me gjithë shpirt. Të lutem shoqja ime mos u mërzit, gjithçka të fal me gjithë shpirt. Të lutem shoqja ime mos u mërzit, gjithçka të fal me gjithë shpirt. Sot je lodhur boll, të lutem mos u përshto. Merë ëndrrën time se të dua fort, dhe gjithë natën me të gëzoj.
shpi